Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Sot është dita e 18 e protestës mbarkombëtare, do ta quaja, dhe asaj që quhet revolucioni i flamingove. Por çfarë ka sjell protesta deri tani dhe cila është e ardhmja e saj? Unë kam ftuar sot një nga protagonistët kryesorë të protestës, Gent Progni, që e prezantoi si një specialist IT, por në fakt ai është një nga protagonistët, siç e thash, të protestës. Zoti Progni, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Unë jam kamarier i protestës. Kamarier i protestës. Është një fjalë u hazuar nga një prej djemve Edisonit, që besoj e përshkruan shumë mirë atë grupin e njerëzve që merren me protestë. Mirë, nuk është keq, se kamarier është shumë aristokracia e klasës punëtore, nuk është keq. Fiks. Po me çaj që bën, me çaj, me kafe, me një Po ujë. Po bëjmë me internet dhe me zërin e fonisë. Pastaj këto diskutimet e tjera që jo s'na le mikrofonin, jo na le mikrofonin, kush do që ka dashur. Tani fonin e vendos ti atje Genti? Jo, nuk e vendos unë. Jo, fonin e ke ti. Jo. Po kush e ka? Ne kemi marrë me qera. Po. Me ndimin e disa djemve që janë pro edhe protestës. Po. Të cilët na e sjellin edhe ne mbajmë aty. E paguajmë 10, 20, 30, 50 euro secili. Në ditë? Po. Jo, në ditë nuk është 300 euro në ditë. 300 euro në ditë, po ku i gjeni këto lekë ato? Ja, pra kështu im blen, 50 euro. Aty në protest? Po. Me njerëz që kanë. Mirë që ke me bakshishet ti, si kamarier. Po, me të thënë drejtën, nuk na te prona si herë asnjë lek, po. Po, duke i qenë se ti je njeriu që e përgatit fonin. Unë kujdesem teknikisht që mos prish. Topi është jemi penalltin e gjyve, domethënë mikrofonin. Nuk ekziston. Kush e shpërndan mikrofonin? Aty bëhet një listë paraprake që mos. Kush e bën listën? Këto kamarierët e protestës. Pra do kamarier, a shumë kamarier pas keni bërë? Po, janë diku te 40 veta mos gaboj, që merren aty. Mirë, për ata që ta ndjekin mos ta bëjmë kështu, domethënë janë 40 përfaqësues apo thjesht vullnetari që organizoi? Vullnetari. Nëse do kthehemi sërish të Jo, ta shpjegoj këtë pjesën e listës, se është shumë e rëndësishme. A diskutim që është shumë e rëndësishme. Është një nga sulmet që më bëhet. Të bëjnë ty? Po, sulmet bëjnë ty o Genti? Unë jam sul, kam 5 vjet që i protestoj. Si përballon më burr? Po, ku ti unë tani jeta? Na ka dosha edhe e kemi na dënë, andaj nga vi unë. Nga vjen ti? Unë e di, po do të dëgjojnë ata. Nga Nika i Mërturi, është një fshat në Malsi Gjakovës. Po? Që nuk është Po, nuk është pushtuar asnjëherë nga forcat pushtuese në Shqipëri. Tani ti po e thua këtë kështu si kërcënim, mos e kurroni me mua? Ta marrin si ndoj. Ua, ç'a interviste kjo. Domethënë ti po thuaj që Nika i Mërturi, se ande kanë nxjerrë disa figura, për shembull Marash Ajati, shumë figura. Drejtori i legjendari i RTS-s kohës komunizmit, kryeredaktori i Zëri Popullit, besoj e di që është andej. Jo, nuk e di me të ndërë. Marash Ajati është nga Nika i Mërturi. Nuk e di. Domethënë Ronela Ajati, vajza Po, e di. Okej, po. E Marash Ajatit është me origjinë nga Nika i Mërturi. Tani më rifreskove. Ato shpërthimet e Ronelës, ato kështu i ka të. Megjithatë ai ka qenë burri i nderuar, njëri i nderuar dhe me kontribute sepse bëri disa revolucione. Po kjo është çështje tjetër. Domethënë ti po thuaj që ande nga vjen ti Gent Progni, domethënë ty nuk do të dish. Është nga Nika. Ti nga Kurti? Po. Po si ka mundësi, po kështu, për shembull Marash ishte njëri i butë, Tinka është njëri i butë. Ti të mund të nga dole kështu që si je i butë. Unë me të drejtë më thonë që je zbut në Tiranë, po ti po më thuaj që s'e kam zbut. Po ti ke paraqitë kështu të butë, po i butë nuk ke. Shiko, është një gjë. Ajo shpreha na ka ardhur majt hundës, ka dalë na ka ardhur majt ballit, jo të hundës. Ka ardhur aty ku nuk mban më realisht, domethënë na është bërë jeta e pajetueshme në një pikë që edhe ata që kanë lek, pra kanë mundësi ekonomike, nuk ju pëlqen më jeta. Okej, do të flas për këtë. Tani kam një pyetje. Dita 18 sot. Çfarë është arritur Gent Progni, se ti je një protagonist aty. Çfarë është arritur me 18 ditë protestës? Janë arritur ato gjëra që nuk janë arritur në 100 vite në Shqipëri. Ja, 100 vite mos e hap krahun kaq shumë. 100 vite. Po 36 lëret paktën. 100 më beso. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri që të bëhet protestë antisistem edhe majta se. Ka bëri 24-ën Fanoli tani, mos u hap atyre gjëra tani. Lëre nga 90-ta e këtij. Nuk besoj të ke qenë këtyre përmasave.
Tjetra që është arritur, po ta shohësh lideri PR-it në Shqipëri, Edi Rama, që ishte vetmja gjë që i hiqja kapelën, ishte gjithmonë 11 hapa para, është çoroditur komplet. Po ku e di se çoroditur? Po duket ai që në deklarimet e tij, plus që kemi dhe informacione të tjera, nuk është se ke burime atje brenda kryeministrisë? Patjetër që kemi fort fare më kënd. Edhe po ta shohësh, e nisi me grek, e nisi me iranian, na bëri anti-investim, tani na ka bërë anti-Europë, pra nuk e ka akoma të qartë se ku ta sulmoj protestën. Dhe po të shohësh është hera e parë në historinë e kësaj partie apo kësaj qeverie që rrjetet sociale kanë dalë nga duart e patronazhistëve. Pra ke gjithmonë më shumë komente pozitive për protestën se sa negative, të sponsorizuar nga patronazhistët, biles edhe sulmi që më bërë mua, pra dhe marshimin e bukur deri te mbikalimi i Rinasë. Po do të pyes atë se bile një vajzë ka bërë një video. Po. Ti vajtet në Po ta shohësh deri në fund. Po ajo tha nuk ishte Gendi. Po tani këto janë. Jo, si ke provë ti që ke qenë? Po kam prova video, edhe janë përplas fizikisht që mos shkojnë në drejtim të Rinasit. Mos shkojnë. Tani ajo bën një akuzë që thotë që Gend Progri i drejton ndaj. Si përgjigjesh asaj ti? Shiko. Për fat të mirë, kam edhe video personale, po ka edhe media që kanë qenë aty. Do të kanë filmuar? Gjatë gjithë kohës. Unë kam marrë përsipër, biles kam edhe një deklarat me mikrofonin e fonis, që e them, merrni ujë me vete se kemi udhëtimin e gjatë. Dhe të gjithë rrugën deri te Casa Italia, ka udhëhequr një grup tjetër i cili donte ta fusë poshtë mbi kalimin dhe ta shpërbënte aty. Dhe unë kam dalë me megafon dhe kam thënë duhet ecim drejt deri te mbi kalimi i Rinasit. Tani, a është vendimi i dur, apo jo i dur? Ti pas ke qenë në Rinas? Shumë te mbi kalimi i Rinas. Mbi kalimi i Rinas? Ja të shpjegoj. Fjala Rinas tani të ta shpjegoj se është tendencioze kur thuhet në Rinas. Se unë e di, është tendencioze, e pranon. Është tendencioze sepse kur marr përsipër diçka unë e llogaris edhe e mirë mendoj edhe e studioj. Nuk është se jam nga ato që merr flak kot edhe vazhdon. Edhe kur flisja për action dikur, njerëzit thonë, ama ky budalla ja fut kot. Po mas 4 vite po vërtetun shumë herë më shumë ato që thashun. Pra dhe ato që kisha thënë unë, ju duken njerëzve të vogla para asaj që ndodh. Kjo muhabeti i çokoladave për shembull kisha 3 vjeç që kisha nxjerrë me fatura, me fakte, me gjitha, po njerëzit kishin mend, domethënë e kishin kohën për të marrë me gjëra të tjera. Që të kthehem te mbi kalimi i Rinasit, ne kishim përgatitur një eskalim të protestës që të bllokonin mbi kalimin e Rinasit, të ndiznin flakadan për të dhënë një imazh për mediat e huaja, që ne nuk jemi këtu vetëm për të bërë shëtitje në qytet, po jemi këtu të vendosur për të bërë edhe 20 kilometra në këmbë, edhe të... Po kjo është e jashtëligjshme. Shiko. Blokosh rrugët. E jashtëligjshme është edhe të blokosh bulevardin te kryeministria, po e drejta protestës është kushtetuese, kështu që... Jo, po ajo është rrugë nacionale, pse në bulevard ti mund ta bllokosh, po e di kush ishte e bukur. E bukur ishte që të gjithë ata që ishin bllokuar në kërsinë tjetër, më beso dinin na duart të kisnin. Pafundësisht. Rinas? Po. Te rrugë të autostrada e Durrësit. Pafundësisht. Dhe nuk pati asnjë, po mirë, jo, problemi i Gendit dikush është që aty mund të ketë një emergjencë. Aty mund të ketë një diçka që është e paparashikueshme. Po bllokon rrugën. Kemi vendosur djemë të rinj që hapnin dhe rrugën nga ana tjetër. Për ambulanca. Megjithatë nuk menaxhohet ato. Është pa menaxhueshme. Është e pa menaxhueshme turma, po unë mendoj që e arritëm atë që donim, sepse për herë të parë Edi Rama reagoi 4 herë brenda ditës për protestën. Jo, që Rama ka reaguar për protestën, kjo është një gjë që duket, po problemi është që protesta është një moment Gendit, duhet ta themi këtë gjë, është nga gjërat më të bukura që ka pas Shqipëria në këtë 36 vjet, jo 100 siç hap krahun ti, po unë them 36 vjet, mbas lëvizjes studentore,
Por problemi është se duket sikur ka ngesur tani. Pse? Sepse janë disa çështje, nuk ka leadership, nuk ka vizion, nuk ka zgjidhje dhe gati se filloi edhe botrori tani dhe sikur në numër është sfumuar, domethënë ka më nuk Jo, ka. s'është e vërtetë. Po pamjet të paktën që shikojmë. Kanë qenë 2 ditë madhështore ku janë bashkuar rrethet dhe pastaj protesta. Kur janë bashkuar kush? Rrethet. Si rrethet? Domethënë qytetet, po, qytetet e tjera. Kanë qenë barkombëtar. Po mirë, jo flas kjo në bulevard. Pastaj protesta, po të shohësh në orën 8:30, ka numrat që ka pasur si çdo ditë. Sa është tani ti je ekspert i kësaj gjë. Mund të më japësh një numër cila ka qenë dita që ka pasur më shumë dhe sa është ky numër? Tani, se është pak e vështirë, nuk du të marrë shumë flakë si që merrnin dikur këto të opozitës që thonë jo po 200.000, jo po 300.000. Ata ishin madhështore ato. Po e tregojmë ne sa madhështore kanë qenë. Po. Se kjo protesta u bë kjo fjala madhështore me inflacion tani, se po do të më doktori tani madhështore. Unë du të them kaq. Jam munduar të them drejtën teknikisht ta bëj të mundur numërimin e ke bërë matjen. Jam munduar. Sa ka? Po ja ta shpjegoj. Është shumë e vështirë. Patjetër, e di atë. Pemët e larta që janë gjatë bulevardit, e bëjnë të pamundur që teknikisht i ta kesh një numër saktë. Pse them pamundur? Është një mënyrë me dron duke bërë video nga kryeministria deri te sheshi Skënderbej, që ti mund të bësh me inteligjencë artificiale një matje me marrësh gabimi 5 deri në 10%. Por duke qenë pemët shumë të gjëra, e kufizojnë pamjen dhe ti e ke të pamundur ta llogarisësh. Jemi munduar me llogarinë e metrave katror që ka bulevardi në Shtrirje, por prap duke qenë se njerëzit rrinë të ngjeshur në një vend, po jo të ngjeshur në një vend tjetër, prap e ke pamundur. Me një llogari, protesta e para 3 apo 4 ditëve, ka qenë me madhja. Po, ka qenë diku tek 100.000 persona. 100.000? Po. Në bulevard gjithë? Ka qenë nga kryeministria deri tek kthesa që është te Bashkia Tiranë. Tani dhe më e bukur, ndjes më e bukur është që nëse e sheh protestën në bulevard, kur bëhet marshimi natën, ke rritje të numrave. Kjo është gjë që vinë banor, domethënë njerëz që janë afër aty ku banojnë. Kemi edhe këto shprehje që kanë dalë nga protesta. Çonin nga kafja. Çonin nga kafja. A çonin njëri nga kafja? Se çonin njëri nga kafja. Thon drejtën pa fund. Janë çonin nga kafja kanë ardhur dhe ju? Po. Unë kam qenë në 2 marshime. Do më çosh në një video një ditë që këta çonin nga kafja dhe u bashkojnë, se unë s'kam parë. Për zotin, ka pa fund video. Tani kam një pyetje të drejtë për drejtë, Gent Progni, pse ti je bashkuar protestë? Pse dole ti protestë? Shumë e bukur kjo video. Kjo pyetje të them drejtën. Të shbër mendja video, të shkoj jeta video të shkoj Gent Progni. Po ti e di që unë me këtë pjesë punoj, kam vite që punoj. Po e di me di se ne kemi punuar bashkë. Shikoj, di si ka qenë shumë spontane, realisht. Unë nuk e kisha parë postimin e lajmërimit protestës. Kam qenë duke punuar në zyrën time të re, edhe isha shumë i angazhuar për ta inauguruar si zyrë. Dhe kunata ime ma qonë si screenshot, më thot duhet patjetër me shku. Edhe shoh se sa mirë... Kunata do motra e bashkëshortes? Po, i them orë sa mirë që shqiptarët po reagojnë për atë që ndodhi në Zvërnes, se kur e shef atë njëri që të rriqin Zvarr, realisht... Akili Ektori? Po, të vjesh... Akili Troqi Ektori? Të vjesh shumë keq, edhe i thash, po shkojnë shtëpi të ndrohem, edhe po vje dhe e bëj status, do me thënë në ato sekonda. Po duke qenë se nuk ishe shkruar vendodhja, pra ishe shkruar drejtoria policisë. Edhe mora kunatën dhe i thash, drejtoria policisë që ka lidhje me këtë gjë, është drejtoria e përgjithshme, jo e Tiranës. Kështu që ndalojmë aty, i thash, edhe shkojmë aty, shoh, kanë qenë diku te 3-4 media para drejtorisë, po s'kishte asnjë njeri, ishin 4-5 njerëz në këmbë, po s'kishte njëri tjetër, edhe ca civilat e kafja përballë, se këto civilat gjithmonë rrinë nga. Edhe i thash, orë, që kam mbledh asnjë njeri. Dhe në atë moment më ka marrë Jacqueline Lakatari në telefon, më tha, o Gent, lutem specifikoj drejtoria policisë Tiranë,
se jemi mbledhur këtu, edhe mos të përçahet protesta. Edhe jam nisë te drejtoria policisë Tiranë, edhe shkova atje, ishte i grup personash atje, ishim diku te 300-400 persona të mbledhur. Edhe mbaj mend që më thoshte Luciana që hajde fol. Luciana? Kush është Luciana? Është kjo goca e Rriollit. Po? Që ka bërë protesta në Rriol. Edhe më tha hajde fol me megafon. Ishte mos gaboj Lubonia duke folur në atë moment. Po? Edhe i thash jo se s'kisha fol ndonjëherë në turp, realisht edhe isha në siklet. Vite turp, ishe djali turp. Isha në siklet, e kupton. Edhe pastaj nga aty kemi marrë Myslimshyrin, edhe kemi dalë tek Ministria e Brendshme, edhe ajo ka qenë momenti më i bukur. Po jo, arsyet po them, pse dole? Çfarë arsye? Ta them deri në fund. Momentin që shkojmë atje, pash që ishin edhe qindra njerëz tjerë që po vinin nga Myslimshyri për të na u bashkuar atje. Po? Dhe u bashku një turm mbi 2000 veta që shkuan pastaj te Ministria. Te Ministria erdhi prapë Luciana. Po. Erdhi Luciana më tha, "Të lutem fol." I thash, "Po nuk më lidh", i thash, "angazhimi im", i thash që të flas. Çfarë do them? I thash, "Unë s'kuptoj nga natyra, nga mjedisi, nga vjedhja e pronës", i thash, "ndërtimi nuk kuptoj." Këto tjera ti kuptohet ti këto Akili Troqi e Ektorin. Kjo ishte e bukur. Ajo aty e kuptoj se realisht tisha aty derdh pika. Tisha qenë atë ditë Zvërnes, nuk do kisha ndenjur. Them drejtën, çfarë do kishe bërë? Do kisha hyrë, unë do kisha. Ku? Do vihet t'ja uhiqe nga dora atyre? Do zihesha me ata. Do përleshesh me ata? Vërtet? Për zotin, po. Po ti ishe aty në Zvërnes? 1000%. Ata ishin kafshëm, ata ishin... Shiko, kafshi e këtu. Pastaj ishin shumë. Kafshi e në zemër nuk jenë. Po jo, pastaj ata ishin shumë. Nese. Policia e shtetit ishte. Ishin më shumë protestues, po. Të them si u lidha pastaj me protestën. Luciana më thot kaq, "Ogen, ato që ke denoncuar ti lidhen me vjedhjen e pronave. Pra, akseset në databazat e Akshit kanë qenë të lidhura edhe me manipulime që janë bërë në kadastër. Sa thuje këtë gjë, të lutem, edhe kur mora megafonin, po ta shohësh atë video, kam thënë identik të gjë. Ishe emocionu, drodhen qik? Normale që po se ishte. Ishe, drodhen qik, ha? Edhe... Anika i mërtur s'kishtë aty, do dhe aty s'ka aty kur me mikrofonin, ha? Nuk ishte si në televizion, me thënë dhe ishte emocion. Pasaj të rëmbeu, pasaj? Pastaj, duke qenë se fola aty, kisha shumë komente pozitive që më thonë të lutem hajde dhe nese. Po? Edhe ky grupi nismëtar që është Luciana, Arilda dhe Beni, u tregun shumë dashamirës, më thanë të lutem hajde se kemi nevojë për njerëz të ri edhe njerëz që kanë guxim me fol. Pastaj tjetër Angela, si ka dot. Dohën, pastaj si ke do të bë? Tani për ditë ke qenë këndi? Për ditë. Po mi si përballon, a shkon punti apo shkon para ditën punë? Me thonë drejtë kena prish shumë punë vetes, po unë mendoj që është më e rëndësishme kjo. Tani, unë e thash edhe në fillim, Gendi, jeni në një situatë që do të thënë është një lloj vendmëro në këto momente. Madje unë do të citoj një shkrim të Hamdi Jupes, e ke lexuar? Jo, nuk. Është shkrimi më i fortë dhe më atakues, më kritikues ndaj jush. Kush është Hamdi Jupe? Hamdi Jupe ka qenë një gazetar i Zëri Popullit, para 90-s, po sidomos pas 90-s, shumë risifikator, dhe ishte nga të rrallë që i bënte pyetje Sali Berishës kur ishte president. Ka një integritet, është një, do thënë, gazetar, futet e gazetar e mirë, edhe pse është socialist, ka qenë dhe deputeti PS-s. S'ka harmë fol aty te mikrofon. Ai socialist më por, socialist. Ne s'kemi, shiko, kjo është prandaj është protesta më e bukur në botë, se aty ke socialist, demokrat, partit vogla, ke LGBT, ke natyrë, ke flamingo. Është edhe LGBT aty? Po janë gjithë aty. Ti je me LGBT? Shiko, tani jam besoj. Jo, pyetje drejt, Gendi, se ti më unë jam me familje, me thonë drejtën. Je kundër atyre. Po pse I pranon pasën protestën? Po nuk jemi ne persona që duhet të përzejmë. Okej. Tani, Hamdi Jupe shkruan në tribunën e protestës, pra ju atje lart, ka dalë Si përgjigjesh ti? Është një shkrim që ka bërë shumë bujë, nuk e di, si nuk e ke lexuar. Nuk, me thënë drejtën. Shkrimi më I debatuar këto ditë. Nuk kam kohë të lexoj njerëzit që rrinë te divani I shtëpisë edhe na komentojnë ne, të vinë aty, të shtrëngojnë Tajarin, edhe çfarë shtrëngojnë? Tajarin. Tajari kush është Tajari? Është një shprehje
Na Lika i Mërtur. Jo, është kështu Tiranë. Tiranë. Zhargon Je Tiranë. bërë Tiranë s'kënda? Jemi zbutur. Edhe të vi aty dhe të shofi se ç'a ndodh. Është shumë e vërtetë që aty te mikrofoni. Po? Edhe këtë nuk është se është vetëm kjo protestë. Mblidhen pianec, mblidhen njerëz që kanë probleme mendore. Është shumë e vërtetë, nuk e Mblidhen. Po, mblidhen edhe prandaj edhe këto shokët e mi që sot na i kanë bërë bodyguarda. Po? Rrin aty sepse kemi pas edhe njerëz që nuk han pyk. Çfarë? Edhe vinë edhe shtyn, du të flasun për shembull një Gjergj Thanasi. Kush është Gjergj Thanasi? Një gazetar. Po pra, e kam dëgjuar. Një gazetar Ishte korrespondent, mos gaboj? I lidhur me këto qarqet iraniane, ku diu. Po? Erdhi aty, ne kishim një listë. Qarqet iraniane, do të pas kam pas drejt Rama. Shikoj. Jo, do ta themi këtë, nëse ti e thua që aty ka ardhur një që mbështet iranianët, Rama ka drejt ose? Po shifi sa e bukur është. Po? Ky vjen me fol, Po? ndërsa Olsi Yazexhi na sulmon që pengojmë Iranin me fol, e kupton? Tani është. Këto janë gjithmonë situata komike që i krijon PR-i Ramës që protestat sformohen. Po të shpjegoj vetëm një gjë. Po? Edhe një avokat, po s'po më kujtohet na ka bërë një video aty, nese. Po? Ka bërë video juve? Po, ne bodyguardave. Edhe po ju shpjegoj, thash të lutem, është një radhë, atë ditë bile s'kishim hedhur si ide që të shpërndanim ca numra të personave që vinin, mbanin radhën që mos të fute njëri pa radhë, kishim shpërndar ca numra deri te 125 mos gaboj. Që të mbanin radhën dhe sipas numrit vinin me fol në mikrofon. Qartë. E vetmja ndalesë që kemi bërë nga dita e 5 mos gaboj, ka qenë që partitë politike si të vogla sidomos, kushdo që flet aty mos ta hedhë me logo të partisë në rrjetet sociale, për shkak se ne duam që të flasin si popull. Si qytetar. Po, si qytetar. Jo si partjak. Jo si partjak. Dhe shqyqyrë na e kanë respektuar këtë gjë. Pra kemi bërë një pakt që kushdo që flet aty mos ta hedhë me logo partisë që të promovoj partinë, po Grënsheja ka promovuar partinë tani që të Nuk ka hypa Grënsheja në podium në herë. Jo, në podium jo. Unë po them për ata që hypin podium, tani në ndalojnë njerëzit në shesh. Vetëm ata në podium, vetëm ata flasin. Bravo. Dhe është respektuar. Dhe këto dy persona, një Ziam, nuk e di si e ka një avokat, ju them, shiko, kishte fol 3 herë rresht, 3 ditë rresht. Dhe i them, të lutem, t'i havim hapësirë njerëzve të tjerë, me që ke fol 3 ditë, rri 2 ditë, 3 ditë pushim dhe hajde fol prap. Jo, tha e di kush jam unë sa. Po kush ishte ai? Ishte një avokat edhe ky Gjergj Thanasi. Unë do flas sa para. Po si e zgjidh pse? Neti aty jashtë. Nuk e lat. Nuk e lam. Tani një person që s'ka kulturë me prit radhë me thonë dhe s'ka kulturë as për protestë. Tani, aty në protestë ka folur, ka mbajtur një fjalim edhe Hajro Limaj. E ke parasysh? Nuk e njoh. Ai ish koloneli. Nuk e njoh. Tani ai ka bërë një thirrje 2 ditë më parë, shkruan ku janë ushtarakët shqiptarë që nuk dalin në ballë të popullit, pse ju shkolloi dhe aftësoi popullin? Ti je dakord me këtë thirrje? Shiko, unë jam dakord me një thirrje tjetër, të them drejtë që e kisha lënë ta bëja sot në mikrofon. Që aktualisht ne jemi në një luftë dhe përveç intelektualëve, këto që afrohen si intelektual, duhet të kenë parasysh që të jenë gati me dhënë dhe jetën për atë. Po jo në kuptimin e dhunës, apo në kuptimin e përleshjes, por të kenë aftësinë për të kuptuar që jemi në një situatë që nuk është as për protagonizëm, as për post, as për fonde, as për followers në Instagram apo... Jo, na shpjego pak këtë, se bëre një deklaratë shumë të fortë, thej që t'i japim dhe jetën për atë dheun. Tani, për çfarë ta jepni jetën aty? Aty është paqësore. Jo, s'ma kuptove, pra. Unë po them mesazhi që ata duhet të kenë të qartë është që situata nuk është e thjeshtë. Pra,
do kemi sulme nga gjitha anët, përçarje nga Jo, gjitha që s'është thjesht, po Dhe duhet ta pse jeni kemi në luftë? Si thoj jemi në luftë? Po jemi në luftë me një sistem gjakatar që na ka pirë gjakun të 35 vjet. Ta kanë pirë gjakun? Na kanë pirë gjakun, me thonë drejtë. Jetë mirë ke bërë, nuk e bërë jetë keqe. Do të ka pirë gjakun, do të thotë që ti je i kputur për bukën e gojës. Kam bërë një jetë mirë, të them drejtën, po të gjitha me djersën time. Nuk kam punu ndonjëherë, se është hedhë kjo ideja që... Jo, s'ka lidhje kjo, po si ti thonë nga pive gjakun, kur thonë nga pive gjakun... Ka lidhje, se unë më shumë kam pagu takse se sa kam fitu me punën time dhe me zgjuarsinë time. Na ka pirë gjakun se na ka lënë me një limit. Këta të vini një limit, ka që ke limitin ti, nuk du të punosh më shumë. Ti e di shumë mirë në kohën e akshit sa klienta më hoqen mu, edhe më bën impresione 5 herë. Kanë kërcenu me jetë, kanë vënë GPS e makinë. Më kanë shumë mesazhe, do gjesh kufomin e djalit nëse flet akoma. Po kanë qenë pra publike, po prandaj them unë kam 5 vjet që protestoj, pavarësisht se kam qenë. Po gjatë sa kohën protestë Genti që është dita 18 sot, ka pasur kërcënime? Po, pafund. Po nga kush po? Nga numër anonim. Ja po ta hap një. Numra të fshehur? Po, për ne tregoj edhe te kamera. Ja, po të hap një tani. Po. Që të kuptosh që ata shokët e mi nuk vinë se janë bodyguarda, po vinë se e duan vendin edhe besojnë tek unë. Po? Se është edhe kështu me llafet pisën. Ato bëj pipti, mos i tregoj. S'ke shanse të vish nesër në protestë. Mor klyshi Saliut do të tërheqin zvarr. Tani klyshi Saliut, ç'të thon ti? Me qej nga tropoja? Po. Saliu, do thënë e një ke bashkëpunuar, ke punuar, ke... Unë kam qenë personi që PD-ja ka shitur më shumë në rrugtimin e tyre. Çka ka bërë shitur? Po. Si ti? Je shitur ti? Po, më ftonin në emision, më fshinin lajmet mbrapa. Të fshinin lajmet? Po. Po kush e bën këtë? Syri. Syri? Po. Unë e kam publiku, prandaj them që duhen, do më thënë, kjo protest ka tregu dhe shumë gjëra tjera, anë të tjera që njerëzit nuk i kanë ditur. Po mirë, tani kundër PS-s, kundër PD-s. Gento, këtu një problem ka, sepse si do jetë zgjidhja kësaj? Se në fund është zgjidhja me votë. Domethënë vendi kalon në zgjedhje, kjo është zgjidhja ideale, dhe PS dhe PD do konkurrojnë. Tani ju për çfarë bëni protestën në këtë formë pastaj? Unë them drejt, kam një mendim tjetër, është komplet mendimi personal. Po, mund ta thuash. Duke qenë se aty ka shumë rryma, pra nuk është ka shumë diversitet, po. Duam ne partitë e vogla përfitojnë nga kjo protestë. Po patjetër. Duam ne edhe partitë e opozitës përfitojnë. Po, këtë po them. Duam ne kjo protestë mund të sjellë një shpërndarje tjetër mandatesh. Po? Pra jo të jenë 84 një parti, por mund të jenë pak më pak. Duam ne mund të ketë fraksione të reja në atë protestë. Biles këto ditë e fundit po dëgjoj që ka takime shumë intelektual që janë ndarë me takime për të krijuar diçka të re. Një bërtham për ta drejtuar? Jo, për të krijuar diçka të vetën, e kupton? Parti. O parti, o grupim, nuk e jo, ta sqaroj të për ata që na ndjekin. Ja, mbetemi pak këtu dhe do të lejoj ta vazhdosh atje. Domethënë ti duke thënë që ka përpjekje për të bërë një grupim politik që të përfaqësoj protestë. Po. Dje është bërë një takim Lubonja me disa intelektual, biles. Po? Unë nuk isha ndjeni, po kotë rastisht. Po me kë intelektual? Fatos Lubonja? Po ishte një listë, me thënë drejtën. Po kush, mund të thosh disa emra? Kastriot Qipi, më duket. Po? Ky Goxhaj. Altin Goxhaj? Po. Po? Shpend Gashi, më duket ishte. Po? Ishin një grup, ishin diku të 20 veta, diçka tjetër. Komplet rastisht, po ta them thjesht i pash aty kur kalova. Pra, nuk i mohojmë dot këto gjëra, kupton? Pra, ka njerëz që duan protagonizëm, duan të krijojnë parti të re, duan ndoshta nesër të bëhen deputet pavarur. Fakti që s'ka kokë është gjë e mirë nga eksperienca ime për i 5 vitesh, sepse kur ka kokë është shumë e thjeshtë të sulmohet këtu sajojnë. Për shembull, për mua kanë saju që Elvi Fundo, për shembull.
që unë i them fundërin. Jo, pa merat, nuk e kemi këtu të kërkoj ndjesje, po a kupton se nuk është problem se fare. ti e di dhe natyrën time tetikës. Pa merat. Shpresoj mos ta presësh. Jo, nuk të presat, po ti jemi. Sulmi që më bën është që bashkëpunëtori i Akshit ka marrë në dorë protestën. Po pra, unë ta thash, ti e ke marrë në dorë protestën. Po këtë po them. Disa, po tani si mund të jem unë bashkëpunëtor i Akshit kur unë s'kam punu, as nuk kam aplikuar ndonjëherë te Akshi. Pra, është tjetër gjë ta aplikosh, mos fitosh edhe ta carosh edhe të reagosh, është tjetër gjë kur sa aplikon edhe e denonson. Kanë sulme që ke bërë 5 vite burg. Po sa ke bërë? Ha si ditë. Njëtën ti kishe shkruar një herë, kam bërë 2 vite burg. Njëtën time. Po pse ke shkruar pse? Po se kam shkruajt më, është modifiku. Po shive komente. Pse se ke bërë tjetër? Po jo, më se kam bërë. Po këtë pra po them. Kishe një debat me Tauland Mukun. Bravo. Këtu po sa ai thotë që ky e ka shkruar vetë. Bravo. Se më ranë sy kë. Këtu sajojnë çdo lloj gjë. Ti nuk e bëra si ditë burg. Po as si ditë më zë. Po pse e kam Unë jam shoqëruar vetëm një herë në jetën time në protestat e Klodian Rashës. Ai që u vra. Ku jam shtyr me policinë sepse ofendonte një vajzë të re, shoqen time, e ofendonte polici pa pikë turbi dhe e kam shtyr. Edhe më kishin bërë video, edhe më kanë kap civilat tek stadiumi Dinamo. Do të mbajtej s'ka si procedim penal asnjë gjë. Sot ka se më kanë proceduar për këtë marshimë. Pra kanë sajuar çdo gjë. Unë si gent e përballoj. Tani ti je me këta që po krijojnë partinë e protestës? Jo, unë them drejtë jam kundër çdo liste për momentin. Po atëherë si zgjidhet se ti si? Ja tash shpjegoj. Mendimi im gjithmonë se nuk dua të interferoj. Po mendimi yt. Unë mendoj që duke dhënë dorëheqje Edi Rama, bie ai guri parë i dominos. Dhe pastaj fillojnë gjitha dominot të bien. Çfarë do të thonë? Nëse ai jep dorëheqje, do lirohet pak ai presioni, do dali administrata, do dali dhe njerëz tjerë që e kanë presionin Ku do dalin? Do dalin protestë. Jo, por Rama po beso do bëhet më e madhe protesta. Jo, nëse jep dorëheqje Rama, pse dalin njerëz në protestë? Po ja ta shpjegoj unë pse. Të rrethohet parlamenti, mos të dalin deputetët derisa të shfuqizojnë 15 ligje që e kanë shkatruar këtë vend, nga ligji i 2008-s që ka marrë në dorë zgjedhjet, nga ligji i ndarjes administrative që është bërë me qëllim për të manipuluar zgjedhjet, nga mënyra se si funksionon KQZ-ja, më besoj janë të gjitha. Jo, e kuptova agendi, po këto janë ëndra agendi se këto nuk zgjidhen se por janë ëndra sepse nuk realizohen. Po ëndër ishte edhe kjo protestë me dal zona gri. E besoj zgjidhjen. Po zgjidhja tani, zgjidhja kemi dy. Të bëj një pyetje. Pse janë trëm kaq shumë gjithë sistemi? Sepse ata që gjithmonë nuk kanë dalë në votime zona gri. Po? Ata në votime po. Jo, ata janë në protestë. Po. Ata që kanë mundësi ekonomike, pra është quajtur edhe protesta e parfumit. Pra njerëz që kanë nga revolucioni flamingove ju quheni protesta e parfumit? Jo, unë e quaj Shqipëria nuk shitet, më thonë drejtën, se përgjithson më shumë. Po kjo parfumit kush e thotë këtë? Po është komente në online që kanë thënë që aty vjen dhe era parfum, për shembull, nuk është protestë. Mirë, po çat vjen era. Po këtë po them pra. Vjen era djerst? Këtë po them. Shqyr? Po këtë po them pra shqyr, atë po them edhe unë. Po të më kuptosh. Dhe për herë edhe të kuptojnë një çiko gjë, edhe të kuptojnë. Dhe për herë ti je i komplikuar, po unë të kuptoj. Dhe për herë të parë kjo zona gri po tregon që janë të palodhur edhe dalin për ditën protestë. Pra kanë mundësi edhe ekonomike dhe mendore për të kuptuar që nuk mund të bëhen më dele. Dhe vullnet. Dhe edhe vullnet. Pra ëndër ka qenë më përpara. Para 15 ditë, 16 ditë, 17 ditë ka qenë ëndër. Jo më para 6 muaj apo një vit. Dhe unë mendoj që për shkallëzimi i protestës pasi Rama t'i japi dorëheqje, do jetë më i bukur se sa tani që kemi. Tani kemi disa fotografi dhe duhet të pyes për to. Ju lutem regjia, ti transmetojmë. Janë disa, unë nuk i quaj meme, këto janë parrulla, nëse do jetë nevojshme, këtu do flem. S'po flini aty gjendë, po flini shtëpi. Shiko. Një vajzë kishte bërë këto se shiko, thojnë tek kësaj. Kjo vajza me të thënë drejtën
proteston çdo ditë, ka qenë një nga ato nuk e njoh personalisht, por ka qenë një nga ato vajzat që ishte veshur si e burgosur me fytyrën e Berishës, Ramës edhe Ballukut. Qofse mban mend që dolën. Tani ti vetë ke thirrur ndonjëherë këtë Ramamburg, Berishamburg? Çdo ditë më. Edhe Berishamburg, ë? Ramamburg, Berishamburg, Soros. Ti ke patriotin tënd apo si thon Berishamburg? Edhe Sorosin burg. Cili nga ta Sorosit? Ai që ka abuzuar me 1 lek në Shqipëri duhet të futen burg. Kush? Gjergj? Cili do të jetë ai? Jo, se ti thua Soros. Po cili do të jetë? Po dhe po thoshe për këtë vajzën? Jo, po thoja që është e përditshme edhe e falenderoj që vjen për ditë edhe nuk vjen aty, ë? Për ditë, vjen, se e dallova nga shenjat që ka në duar. Nga cilat shenja? Pse çajnë ato shenja? Me vërtet tani. Këto është një kështu nga lëkura, është diçka. Është problem lëkure, se s'po e dalloja mirë. Jo, më shtypje gjatësia e thonjve artificiale. Po pra, është kjo pjesa e zonës gri që e kanë mundësinë ekonomike edhe mos mërziten protestë, po. Okej, foto tjetër? Prit, ta komentoj këtë pjesën e të flëm. Tani aty për shembull ka një rrymë që thot nuk duhet mikrofoni, ka një rrymë që thot duhet mikrofoni, ka një rrymë që thot duhet muzikë, ka një rrymë që thot s'duhet muzikë, ke nga gjitha rrymat. E mira është që të kuptojmë për mos u përçar që ka situata të ndryshme që i duhen protestë. Për shembull, pse duhet mikrofoni? Mediat pa mikrofon nuk kanë çfarë japin. Dhe duhet patjetër që të jepen disa mesazhe. Jo të gjithë njerëzit që hypin aty mund të jenë njerëz që din ta japin mesazhe. Po sigurisht. Por paktën një nga ata, nëse jep një mesazh të duhur, për ne është fitore shumë e madhe. Edhe pjesa të flëm aty, më kapin çdo ditë njerëz që thonë ta flëm këtu, të flëm këtu. Të flëm, jo të flëm. Kështu thon, të flëm. Të flëm. Flëm, njësoj besoj. Jo, është njësoj, të flëm. Pra thon pafund ide. Okej, në një plan të flini aty? Po kush që jemi ne që ta vendosim? Okej, foto tjetër. Ata e vendos populli. Populli, kështu thot çdo udhëheqës, kështu thot populli, Gendi. Udhëheqës. Nuk është forca më e madhe e popullit që dëshiron për rilindje, kjo është the wind of change. Do thënë, kjo për gjithë ata që e shikojnë është një lloj kthimi te ajo the wind of change të 89-s, të rrëzimit të murit të Berlinit dhe rilindja, do thënë kështu është përcaktuar. Gendi, kam një pyetje, këto parrullat kanë një organizim apo është jashtë, më thonë. Po, kjo nuk është në Tiranë, kjo është jashtë. Komplet. Se duhet jetë në Italinë, mos gaboj, ose në Itali ose në Zvicër kam përshtypjen. Në Itali. Se ka parrulla dhe në Shqipë, që atje e tjera. Tani, këto parrullat, Gendi, kam një pyetje, janë thjesht spontane organizoni? Komplet spontane. S'ka do të thonë kështu ti bëj këtë, ti bëj këtë. S'ka. Foto tjetër. Me pas me mujt me shku, me i thanë, me dal, me dhanë dorëheqjen. Si kërama? Prandaj do dalim aty, nuk do mërzitemi. Ore, si këraj? Aty do rrim, pra. Ore, plazh do bësi veti? S'kemi kohë as për botror, as për plazh. Po pse s'po shikon botrorin? Zero. Ti je tifoz me Brazilin. Me Brazilin. Po kur vjen ato ndeshjet kështu, po luan finale Brazili me Gjermaninë. Po që në orarin e protestës. Nuk do shikosh, ë? Për zotin. Shiko, po bën një betim kështu se nga Nika i Muturi. Do të bëj një video pasaj duke parë ndeshjen edhe do isha shumë i lumtur nëse dikush do ma bënte video me thënë. Do të thënë, në qoftë se Brazili po luan në gjysmëfinale dhe finale, nuk ka shanse në botë. Ti do bësh një video vetes dhe do ta publikosh në faqen tënde që unë jam protestur po shikoj ndeshjen. Prit ta shënoj. Shënoj. Po bëj një premtim live në Dekalog në Dritare TV. Nuk do të filmoj njëri, do të filmosh veten. Po. Dhe do thuash, ora është kaq, është duke zhvilluar ndeshja, unë po e shikoj, jam tifoz i Brazilit, jam protest. Premtimi Gent Pronovi. Shënoj mirë, se mos harron pastaj. Tani, Gendi, nuk e dorë që ram. Aty do jemi prapë. Por nuk e dorë që. Se do vi plazhi, do ikin njerëz. Po hidhen ide për shkallëzim, më thon drejtën. Po hidhen ide, po çfarë për shkallëzim? Po më mirë surprizë. Po pse u bën? Na dalim autobus pastaj. Do përlesheni me policinë?
po ta shohësh asnjë ditë nuk kemi përlesh përveç një ditë. Jo, ka qenë protesta më paqësore, një ditë që ishte ndeshja me Izraelin. Bravo, që ishte pa kuptim, po isha aty e pasha, sepse jo, e di kush është a logjika? Na e kishin dhënë lejen për të bërë protestën para kryeministrisë, edhe na dolën aty të larë dhe na thonë po, s'kemi për të. Pash isha aty, ishe. Dhe realisht aty ishte shpërthim spontan që ore na lini te kryeministria nuk do shkojmë më tej. Foto tjetër? Hajde se kemi protest, merr me vete Marashin, Lulashin, Pllumin, Frokun, Nasanin, Abedinin, Gjeloshin, Pjetrin, Senin, Agustinin, Enverin, Markun, Marianën, Balzakun, Palokun, Gjinin, Nikolinin, Kolun, Agimin, Leksin, Margaritin, Maxin dhe Azemin. Merrit gjithë. Kjo është një video legjendare, jo virale, po që ai do të zihet me dikë dhe i thot merr filani. Tani marrin njerëzit e familjes gjendin protest? Shuvin? E di çfarë ndodhi, kisha 12 ditë që nuk isha qetur. Mos më shumë se 12 ditë, po 12 ditë nuk është shumë më gjatë. Jo, kisha një muaj e ca, po them nga protesta, nuk po gjeja dot kohën 12 ditë që të shkoja më qetë. Edhe një ditë e gjeta kohë. Shkoa te berberi, tha vlla, më ka ndodhur gjë shumë e çuditshme nga protesta. Pse thash? Tha po vin njerëz të qethen. Po? Edhe thon, të lutem qes se do dalim protestë, do takohemi me goca atje. E më çuna. Do të protesta po zhndrohet kështu në vend parje se vend gjuajtje si thonë me fjalorin e viteve 80. Protesta po bën njerëzit që takohen në protestë dhe jo në kafe. Ku ka gjë më të bukur që të thush tjerëve, hajde takohemi në protestë. Mos është një vend kështu për dëgjuar gocat atë. Po tani edhe mund të jetë për disa. Vin atje, po dhe mund të jetë. Janë lidhur, kanë një histori që janë lidhur në protestë? Di në histori? E di një të them drejtën, e kam. Po na e trego, Nuk e flas dot. Jo, mos na trego emrat, na trego vetëm mbi emrat edhe historinë. E kam të afërt biles një. Po, dhe janë lidhur aty? Po, janë lidhur. Nga janë? Beqar. Po beqar të lidhur? Nga janë? Tani, po hyna detajeve do dali. Po të bëjmë pyetje kështu, janë studentë, janë shkollë? Janë shkollë, janë lidhur aty. Tani ata dalin për ditë tani apo u lidhen edhe ikin? Jo, për ditë. Derisa mbyllet marshimi aty janë. Pastaj shkojnë në pinë kafe. Do thënë dashurinë kohën e protestës. Ky është titulli. Shumë e bukur. Ë? Fiks. Dashurinë kohën e protestës. Foto tjetër na tregoj një histori, Gendi, na e tregoj këtë bukur. Tani o Gend, ti je ca muaj më i vogël se mua, po kjo pamje madhështore nuk ka qenë ndonjëherë në bulevardin, do thënë, pyetja ime është, ata të Partisë Demokratike janë bërë xhelos për ju? Besoj se më shumë se kur. Ata thoshin madhështore dhe ajo pas ka qenë me pikatore, jo madhështore. Them drejtën, kjo foto është gabim se është një foto tjetër që e kalon edhe atë semaforin deri atje te sheshi. Po dhe kjo deri te sheshi është. Deri te sheshi është kjo. Po. Deri te sheshi Skënderbej. Po, është një lulishtja e famshme. Është një video shumë e bukur që është edhe zona e piramidës plot, edhe është. Tani më kujtohet diçka, po gazetarët pse i sulmonin? Ja ta them unë pse janë sulmuar gazetarët. Ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, ditën e katërt protestës nuk është dhënë asnjë video nga disa media. Përveç News 24-s, asnjë media tjetër nuk ka dhënë qoftë edhe një video ose qoftë edhe një lajmërim që po bëhet protestë. Dhe kjo është arsye që ju të masakroni gazetarët? Jo, ne nuk kemi gjë me gazetarët. Po me kë? Ne kemi me median tërësi. Me oligarkët që kanë kap mediat, unë i kam thënë dhe mediat. Ju keni sulmuar me gazetarët me emra dhe Unioni Çipa ka bërë një deklaratë korrekte dhe të drejtë. Shiko, gabime ndodhin, njerëz jemi, do gabojnë, ka njerëz aty që kanë gabuar, ka njerëz që kanë gjujtë dhe me shishe për shembull në një moment protestë. Po kanë gabuar, kanë dalë. Kë kanë gjuar me shishe? Po ishte një person që mori mikrofonin e filloi duhet dali parti politike, bëni një. Dhe qelluar me shishe? I gjujtën shishe me idenë që mos politizohet. U vrau, qa? Jo, nuk e preku shisha, po thjesht akti ishte i gabuar, pra ka akte të gabuara, sepse njerëzit aty kanë dalë me shpirt. Në historinë time të denoncimeve të Akshit, unë kam parë media që merrnin lek nga Akshi për të më censuruar mua në emisione dhe në media. Kjo çështje tjetër, kjo po jo të shpjegoj pra. Po jo protestë tani, se s'ka lidhje kjo me. Po ta shpjegoj pra. Siç më ka ndodhur mua, ka ndodhur në protestë. Nisoj. Po mirë, gazetarët nuk e kanë bërë gazetarët atë, se ti nëse merret me pronarin, me biznesmenin. Unë kam dalë i kam përmend me emra.
pronar. Jo, po them që kushdo që ka sulmu gazetare. Sulmi ndaj gazetarëve që po pranosh. Po këtë po them, edhe me mikrofone kemi se e kam lexuar, disa e kanë masakruar. Tani, unë për shembull, mendimi im e quaj gabim të mos e mbështesim protestën. Por është më gabim që ti sulmosh një gazetar pse nuk e mbështes protestën. Këtë po them pra. S'do ai të mbështes. Këtë po them pra. Është gabim. Ka individ që gabojnë dhe ne kemi dalë me mikrofon dhe kemi thënë, nuk ka asnjë faj gazetari që del aty, që rri 4 orë në këmbë, e nuk e transmetoj. Se nuk e transmeton pronari. Dhe i kemi bërë thirrje disa herë që ju lutem, me kameramanët, me gazetarët, me fotoreporterët. Po, sepse nuk është vetëm gazetari, ore edhe shoferi i fugonit. Ka dhe diçka tjetër. Kameramani. Fotoreporterët që bëjnë foto, du të kenë shumë kujdes kur bëjnë foto, ja u them si këshill, sepse aty ka dhe njerëz që punojnë në administratë dhe intimidohen nga njerëzit që bëjnë foto me idenë që po i fotografojnë për të hequr nga puna. Pra keq kuptohen sepse ta thash, ka shumë rrymë aty që intimidohen dhe janë kërcënuar njerëz për të hequr nga puna pse dalin protestë. Biles na ka ardhur një informacion këto ditë që një kamerë sipër kryeministrisë arrin të bëjë face detection dhe nxjerr identitetin, ëh? Emër mbi emër të personave që janë aty. E nxjerr me emër mbi emër, është program, ëh? Po. Dhe kjo, them drejtën, nuk duhet i shqetësoj. Bile si bëj thirrje administratës që të bëj një zgjidhje. Si do bëj? Një mask. Çfarë të bëjnë? Një mask me vetë. Do të thonë ata që dalin me maskë aty, ata janë të administratës. Jo. Kjo është inteligjente. Po është inteligjente sepse aty ka njerëz me maska edhe që nuk punojnë në administratë. Sepse e tregojnë bukur atë. Si vinë ata me maskë aty? Po vjen Spider-Manin, vjen Supermanin, kështu që edhe këta mund të shartohen aty në këta njerëz dhe mos kuptohen që Ti duke thënë që aty janë intervenuar, domethënë persona që janë futur nga qeveria, nga policia, nga unë kam denoncu, biles kemi nxjerrë një shprehje, kujdesni civilat, ke pa fund. Ç'do të thënë kujdesni civilat? Aty civile ka civile aty që na bëjnë foto. Civila them punojës të shtetit që vinë aty me qëllim për shantazhuar duke bërë foto. Kush e këndoi i pari këtë? Rama jepe dorëheqjen. Kush e këndoi i pari këtë? Nuk e di më thënë. A nuk e keni ju? Jo. Ka dalë nga protesta. Nga protesta po grupi parlamentari PD. Nga protesta. Okej, foto tjetër? Edhe Rama Burg, Berisha Burg nga protesta. Jo, ato po, e dihet. Se thonë kanë nxjerr qorri për shkak po, nga protesta ka. Po, foto tjetër? Çdo gjë ndryshon, edhe Cezari ishte perandor, tani e sallat. Ha, e bukur kjo. Se kisha parë këtë shumë e bukur. Ja, shumë e bukur kjo. E di kush është e bukur e kësaj proteste? Po? 5 ditë e parë ka pas më shumë femra se meshkuj. Po sepse çfarë kanë ikur? Kanë ikur edhe s'kan pas guximin ditë e parë. S'kan pas guximin? Ja. Vajzat që janë më guximtare? Kanë qenë. Protest? Vërtet? Për zotin. Çfarë thua? Kanë qenë shumë e bukur. Foto tjetër? Më thatë kush organizoi, unë pra, ja ku i më keni. A i quni vogël aty? Gendi, ti je një nga organizatorët? Unë jam një nga mirëmbajtësit. Një nga kamarierë, nga 40 kamarierë, se e the bukur, një nga 40 kamarierë. Ja kam vjedhë Edison. Unë Gend Progni, një nga 40 kamarierët e protestës. Ja kam vjedhë Edison Likës. Edison? Likës. Likës. Një prej kamarierëve të protestës. E kuptova. Foto tjetër? Babi imi i blinte ilaçet me kursim që ti mjaftonin lekët për shkollimin tim. Ai mis ju det. Me thënë drejtën, kjo ishte më prekse që unë kam lexuar. Du të qenë ditë e para kjo. Mos gaboj. Kjo ishte më prekse, nuk e di, do të thënë, ishte edhe një lloj mirënjohje që ka shprehur fëmia, po kjo që ai i blinte ilaçet me kursim që mjaftonin për shkollimin tim është me vërtet një prekse. Foto tjetër, unë kryesisht kam nxjerrur disa parrulla, disa bash derisa dorëqat na ndaj. Nuk do na ndaj as dorëqa. Ti je më radikal, ti je më kështu. Tani, si u përgjigjesh atyre Gendi që ty të ka futur qeveria aty? E kam një përgjigje shumë thjesht, më thënë, që ditën e parë që kam dalë për action, kam thënë je gjëvënës, je me interesa, je ka fut. Po, çfarë s'kan thënë? Ka fut PD-ja, jo të ka fut ai ky.
po koha e ka vërtetu që kam qenë aty gjatë gjithë kohës edhe kam vazhdu edhe pse isha i vetëm. Jo, nuk është kjo argumenti i fortë që je kundër atyre, që si e i qeverisë. Po tani të çosh 13 veta në ndjekje penale nga Spaku, besoj që nuk ka... Tani në Spak pse të thirrën? Për kallëzimin që kisha bërë. Ja, Për sqarimin, për të shpjeguar denoncimin. Bravo. Edhe për të dhënë faktet e reja nëse kisha, prandaj zgjati dhe shtator dhe po ta shohësh. Shtator atje, ë? Po ta shohësh se Tani si ishte atje për Spaku të drodhën që këmbët? asnjë moment nuk më ndrihen këmbët, do të thonë drejtën. Ta Tani them kur morë mikrofonin të drodhën këmbët tani, deri këto tani. Aty para turmës po. Para asnjë Cili prokuror të institucion. morin pyetje? Ishin 3 të OPG-s, Të BKH-s. BKH-s, ndjes, edhe ky prokuror Maksuti. Them drejtën, po ta shohësh, po njerëzit prandaj ju them që gjithmonë shihni faktet edhe ngjarjet. Unë pasi kam dalë pas shtatorësh, më është bërë një pyetje, ishe si kallëzues apo si person në dijeni. Po. Dhe kam thënë edhe si kallëzues edhe si person dijeni. Disa media e morën dhe e bën si person hetim. Dhe një nga sulmet që më bëhet sot është që Genti jetohet nga Spaku. Po të më kishin thënë mu të Spaku që jenë hetim, unë do kisha dalë në media dhe do kisha thënë Spaku më bëri presion në mbyll gojë. I pari. Kështu që nuk kam qenë ndonjëherë në tim. E para, e dyta, po ta shohësh ditën e nesme, janë thirrur një nga Igli Tafa, që është drejtori aktuali i Akshit, nga Mirlinda, nga gjithë biznesmenët e lidhur të aferave korruptive. Që do të thotë që unë kam thënë ca gjëra atje të reja që kanë ndihmuar hetimin dhe janë thirrë edhe një. Foto tjetër? Thot më bëj Allah se sun erdhën protestë, por kanë çu komshin. Kjo është e bukur fare. Kjo është në balkon kjo, nuk është në te ju. Po, shumë e bukur. Por shoh një nga sulmet. Ka filluar me mungesa tani. Kjo është e bukur. Sot vinë 10, ato 10 mungojnë nesër, po vinë 11 tjerë. Një nga sulmet që i bëhet protestës, për shembull, që është komplet përçarë, se është jo po ka verior më shumë, jo po ka. E kupton do. Çka ka më shumë? Nuk kemi bërë statistikë, po besoj se 50-50 janë, 50-50. Tani 12 milion. Një sulm tjetër për shembull, që është idiot komplet. Kryeministri na thotë jeni iranian, radikal, dhe këtej sot na ka dalë një tjetër që thonë katolikët e kanë marrë protestën. E kupton, do të thonë është. E që foli ajo motra Murgesha Adelina Marku? Ka fol motra, kanë fol pjesë e komunitetit musliman. Nuk i kanë ndaluar asnjëri ortodoks. Për shembull ka pas një protestë që një pankart që unë nuk isha dakord, që ishte altari i martesës që për të krishterët është i shenjtë, që ishte Rama me Berishën sikur po martoheshin. Unë nuk isha dakord, por nuk e dalon dot. Qartë. Zoti Progri, 12 milion turist dhe 6 miliard të ardhur në vit nga turizmi. Ju po e dëmtoni turizmin? Zero. Pse? Si e vërtetoni këtë? Kanë ardhur pafundësisht turista dhe kanë folë aty dhe kanë thënë nuk jemi të mërzitur, biles... Ja, ta së përfaqësojnë 12 milion turist. Po prit tani, nuk e përfaqëson, po unë kam shkuar vetë me pushime gjatë vitit kaluar, në Itali, në Spanjë. Dhe ka pasur protesta? Çdo ditë. Mirë, Shqipëri nuk është njësoj kjo. Pse nuk është njësoj, pse ne jemi ndryshe? Ne sigurisht jemi ndryshe Genti. Okej, po t'jap një informacion tjetër. Kjo është protesta e parë poqësore. Po t'jap një informacion tjetër. Një nga shumë agjencitë që merret me turistat në Rinas, më ka thënë që ka 0 ulje. Po mirë, pra, statistika thonë që bile janë anulluar prenotimet. Po kjo është. Nuk është vërtet? Do të thonë, në kohën e pushimeve vjet kur Edi Rama i vinte Tritolin ndërtimeve lart e poshtë për Shqipëri, nuk ishin ulur turistat. Ndërkohë në një protestë paqësore që kanë ulur. Kjo është, do të thonë, është budallik ta diskutojmë. Të huaj që kanë ardhur në protestë. Të huajt më shumë trembën nga Tritoli sesa nga ca fëmijë që luajnë te oborri i kryeministrisë. Tani, të huaj që kanë ardhur në protestë, ke takuar, ka folur pse? Si kanë? Kam edhe video biles që i pyes. Edhe i them, keni frikë, ju shqetëson dhe më thonë jo, na pëlqen shumë biles që startimi i protestës është për të mbrojtur
natyrë. Tani, Mariana Koçeku, deputetja e Partisë Socialiste dhe dorëheqën nga grupi parlamentar. Kjo është fitoria e parë e protestës? Nuk është fitoria e parë, nuk e shoh si fitore, me thënë drejtën. Është një augur i mirë, por nuk është se është ka dhënë dorëheqje ajo, ka dhënë dorëheqje kjo Kush? proga si e ka kjo e këtyne buxhetit të tenderave. Kështu që unë mendoj që çdo ditë protesta po e bën presionin e vet. Do vi Mariana Koçeku në protestë? Unë do doja mos vinte, të thënë drejtën. Nuk do doja, ke zënë kështu edhe mikrofonin Jo, tjetër si lë njeriu tani. Po nëse vjen ajo ti thua nuk do flasësh? Kam 2 ditë që po rri komplet prapa skenë se jam i lodhur, s'kam asgjë. Kështu që s'kam biles dje ishte e bukur, njëri doli tham ka kërcenu gent progni me jetë, tha nuk më le me fol mikrofon. Dje doli foli, e kapa mbrapa i thash, a të ndaloj njëri me fol? Jo, sa s'm ndaloj, po pse flisni pra? Nuk kam lidhje fare me uzurpimin e mikrofonit, përveç një rasti, me që se më kujtua tani. Një eksponent i PD-s që është, do me thonë, ka bërë edhe postime kundër protestës, bën postime çdo ditë pro Berishës, ka armë me fol, kam qenë unë, që e kam ndalu, e kam thënë të lutem edhe për të mirën tënde, nuk duhet të dalësh flasësh, sepse një incident në turm është i pa menaxhueshëm. I vetmi rast që unë kam ndalu person me fol. Tani, Gendi, përveç se kauzave shumë të mira që ka pasur protesta, aty ka pasur dhe thirrje dhe kundër biznesit. Dhe kjo është gjëja më e keqe që unë kam dëgjuar. Ka një perceptim gati që fjala oligark i vishet çdo biznesmeni, qoftë i mesëm apo i madh i tij. Tani, ti ke qenë dhe je vetë biznesmen. Unë i kam përmend me. Kjo është çik, kjo sul në front ndaj biznesit. Është gati kështu si nga ato thirrjet komuniste të 44-s, 45-s. Tani ju bëni kujdes për këtë, sepse është tjetër gjë grupi oligarkëve dhe tjetër gjë biznesmenët. Nuk ka pas asnjë thirrje kundër biznesmenëve. Ka pas thirrje. Ma lër ta çoj deri në fund mendimit, lutem. Mos bëj kështu si viktim tani, se si e kështu kaq i urtë jo. Ka pasur thirrje aty, është masakruar këta biznese që na pinë gjakun, që na bëjnë këtë. Sigurisht ka biznese që janë ashtu. Po jo të gjitha. Është shumë e vërtetë. Edhe unë prandaj kam folur me emër që të hetohen të gjitha ata që sidomos kanë media dhe kanë censuruar të vërtetat. Dhe ne i dim se unë kam 13 vjet që punoj në media. Për shkak se kanë marrë leje ndërtimi, leje për ndërtu rrugë etj, është edhe një shprehje ballukut e famshme i bërë nderin e jetës. Kështu që nuk është me të gjithë biznesmenët. Pra nëse aty është përgjithësu dhe nuk është thënë emër, nuk ka qenë me të gjithë biznesmenët, se i bie që më kanë sulmuar dhe mua. Pra është me ata që duke përfituar nga taksat tona dhe nga korrupsioni, na kanë fshehur të vërtetën apo e kanë zbukuruar gënjeshtën për të manipuluar rrymat. Nuk e di nëse kam foto tjetër regjia, nuk ka foto tjetër, kjo është foto e fundit. Tani për ta mbyllur Gendi se në fund jemi, pse ka kaq mllef në rrjetet sociale për protestën? Po për çdo gjë në Shqipëri, sepse ti je specialist i IT-s, i çdo gjë që lidhet me media dhe rrjetet sociale. Madje unë kujtoj që një studim në shqiptarët llogaritën të parë për gjuhën e urrëties në rrjetet sociale. Pse ka Gendi? Se ti dakord the që më kanë sulmuar, po a ka ndonjëri në Shqipëri që ka shpëtuar mos e kenë sulmuar? Të ta shpjegoj me mendimin tim, logjikën time. Në kohën e komunizmit arritën të ndajnë edhe familjet, pra vëllezërit i bën armik me njëri tjetrin, spion me njëri tjetrin. Në kohën e demokracisë, pra pas komunizmit, kjo ndarje u bë e moderuar duke i përlyer të gjithë. Pra, aty në protestë ka njerëz që kanë dalë foto një herë me Erion Velien, apo Edi Ramën, apo Berishën, apo një tjetër. Dhe ndoshta edhe nga kjo përdorimi që është bërë, edhe mos humbja e besimit, janë edhe më të acaruar dhe kanë dalë aty në protestë. Pra, çfarë do të thotë? Duke i përlyer të gjithë, o me tendar, o me punë, o me lidhje familjare etj,
kanë bërë që njerëzit të bëhen të gjithë mos besojnë atë asnjë, pra mos besueshëm. Dhe kjo arrin në atë pikën që njerëzit e kanë shumë vështirë fitojnë besimin. Dhe besimi unë mendoj që fitohet duke vendosur njerëz që s'kanë qenë kur të përlyer direkt, pra nuk kanë marrë fonde direkt, nuk kanë qenë të lidhur me Sorosin direkt, nuk kanë qenë të lidhur me pagesa direkte për të ndryshuar mënyrën se si ti flet, se pagesa mund të kenë marrë njerëzit për të krijuar një faqe webi për shembull, po nuk më kanë ndryshuar diskursin tim publik. Pra kam bërë një punë si biznesmen, por nuk kam ndryshuar diskursin e komunikimit. Dhe kjo ka arritur në atë pikën që sapo hidhet një shashk në rrjetet sociale, njerëzit fillojnë të shprehin. Ka dhe një gjë tjetër, për shembull, në rastin e Rinasit, unë kam studiuar, kam mbledhur shumë fakte. Në darkë vonë nga ora 4 e mëngjesit është bërë një sulm shumë i madh me profile falso që hidhnin narrativën që kjo gjë që ndodhi ishte shumë e gabuar etj. Dhe në mëngjes njerëzit me atë narrativ që ishte krijuar me profile falso filluan edhe ta përforconin. Janë hapur profile falso, Genti? Pafundësisht. Kush i ka hapur? Pafund. Them drejtë jam çuditë se mendoja që vetëm patronazhistat kanë profile falso. Po kush i ka? Po pas ka dhe grupet e tjera interesi me profile falso. Po kush janë grupet e interesi të tjera? Unë jam në investigime simër. E ke fjalën për shërbim me sekretet tuaja? Mund të jenë dhe ato. Shërbim me sekretet tuaja? Mund të jenë dhe ato, sepse çdo njeri që po mundohet apo që po del fizikisht në protestë apo në mikrofon, po sulmohet në mënyrë të papërcjellshme. Edhe kot. Pra Olsi Azegji për shembull, djem kishte nxjerr 2 vëllezër të ri, nuk i njihja. Vetëm se kishin mbi emrin tim, thoshte ky është vllai Gent Pro. Vllai im, biles një nga arsyet pse unë protestoj, është edhe vllai im që është larguar në New York. Edhe nuk është futbollisti. Po. Është larguar? Po ka 2 vite që është larguar. Po çfarë bën në New York? Është trajner akademi futbollin me të rinj. Ndërkohë që ka dhënë shumë për këtë për futbollin këtu, edhe duhet të ishte nga futbollistët më talentuar që ka pas Shqipëria në kampionatin e Superligës këtu. Gent Progni, për ta mbyllur fare, ka rrezik që kjo protestë të dështojë dhe kush është ajo që ti do ta quash arritje dhe sukses të protestës? Unë mendoj që njerëzit me 18 kilometra rrugë deri te mbikalimi i Rinasit kanë treguar që nuk janë aty për dështuar, edhe suksesi ta thash, guri i parë dominos që rrëzohet është dorëheqja e Ramës. Vetëm atëherë i quheni sukses. Suksesi i parë. Çdo gjë pastaj është dështim. Suksesi i parë ai është. Po mirë, po i Rama pastaj janë tjera gjëra, po problemi është domethënë që ju atë quhenit. Rrezikon të dështoj? Nuk besoj. Nuk besoj. Faleminderit për bisedën. Faleminderit për ftesën. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet nga Ura Lançafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.